Ndërsa qendra dron misterios fluturuan mbi aeroportet daneze dhe norvegjeze, nevoja që Evropa të përballet me një formë të re dhe alarmuese të agresionit rus është bërë më urgjente se kurrë. Sulmet me të vërtet kishin shenja dalluese të luftës hibride gjithnjë më të larmishme të Moskës në Evropë. Por fluturimet e anulluara për mira pasagjer ishin vetëm një shije e kaosit që mund të sjellë lufta gjithnjë e më e sofistikuar me dron. Evropa tashmë po kërkon mënyra për të mbrojtur qiellin e saj me një mur dronësh në krye të listës, e që pritet të diskutohet nga udhëheqësit e bllokut. Zyrtarët do të donin të merrnin angazhime se si saktësisht një linjë sistemesh të mbrojtjes ajrore, radarësh dhe kamerash mund të bashkohen për të penguar ose rrëzuar tufat e dronëve rus. Por ka një problem. Hungaria, një nga aleatët më të ngushtë të Rusisë brenda bllokut, nuk do të marrë pjesë, çka do të thotë se projekti jashtëzakonisht ambicioz mund të rrezikojë të ketë një vrim prej 96.000 km2 në mes të tij. Ekspertët e sigurisë së BE-s thonë se vendimi paraqet një dilemë të madhe për Brukselin, ndërsa ai përpiqet të hartojë plane të reja mbrojtëse, që mund të bllokojnë sulme të tilla si inkursioni i dronëve rus në Poloni më 9 shtator. Një ekspert paralajmëron se muri i dronëve mund të rezultojë të jetë një linjë maginot moderne, veçanërisht nëse nuk mbështetet nga veprime shumë të ashpra kundër Rusisë, siç është gatishmëria për të rrëzuar dronët para se të hynë në hapësirën ajrore të NATO-s dhe BE-s. Linja famkeqe e maginot, një shtrirje e gjerë bunkerësh francez, mitralozësh, garnizone trupesh dhe fushash të minuara përgjatë kufinjve të Francës, me Gjermaninë, Zvicrën, Italinë, Luksemburgun dhe Belgjikën, supozohej se do të garantonte mbrojtje nga pushtimi i mundshëm gjerman. Por kur trupat e Hitlerit nisën sulmin e tyre ndaj Francës në 1940-ën, ata thjesht e anashkeluan këtë vit dhe pushtuan vendin. Tani kjo njihet si një metaforë për sistemet mbrojtëse, të cilat duken mbreslëndse, por kanë të meta themelore.